Kur isha i ri, jeta ime ishte si një lum i rrëmbyeshëm, pa shumë kohë për t'u ndalur. Punoja shumë, luftoja për çdo sukses, për çdo mundësi që më hapte derën për një të ardhme më të mirë. Ju përgushtova shumë karrierës, njerëzve që i doja, obligimeve që kishin rëndësi për mua. Qeshja dhe argëtohesha, por shpesh jo aq sa doja, nga që koha kur nuk më mjaftonte. Çdo herë dija se kursimi është karta ime e lirisë. S'kurseja vetëm për sot, por për nesër, për ditët kur do të mund t'i përkushtohem vetëm vetes. Çdo ditë ndaja një pjesë të fitimit, duke besuar se kjo do të më sjellë qetësi dhe siguri. Tani kur jam pensionist, e di se investimi u shpagua. Ditët në pension nuk janë fundi i botës, por fillimi i një aventure të re. I shfrytëzoj maksimalisht, nga alpinizmi nëpër majat e gjelbra deri në peshkimin e qetë në mëngjes pranë lumit. Shijoj çdo moment, ushqimin në restorantin e preferuar, bisedat me të afërmit, qetësinë që e kam ndërtuar me vite. E di se çdo ditë në pension është dhuratë, kohë vetëm për mua.